Një operacion I gjerë policor I koduar Kurtaj ka goditur një rast të kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbryllura në zonën e Peqinit, duke zbuluar një fermë kanabisi të pajisur me teknologji ndriqimi artificial. Operacioni u zhvillua nga Drejtoria për Krimet në Volum, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan dhe Komisariatin e Policisë Peqin, në ndrejtimin e Prokurorisë e Elbasanit. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kontrolleve të ushtruara në fshatin Kurtaj, njësia administrative Gjoc, shërbimet e policisë zbuluan në bodrumin e një magazine 2 ambiente të posaçme të përshtatura për kultivimin e kanabisit me anë të llambave dhe pajisjeve të tjera elektrike. Në këto ambiente ishin kultivuar rreth 4000 bimë kanabisi. Nga veprimet hetimore paraprake ka rezultuar se godina ku zhvillohej kjo veprimtari e paligjshme është në pronësi të shtetasit BH, I identifikuar si drejtori I burgut të Rrogozhinës, Bilal Hasa. Ky I fundit është shpallur në kërkim nga policia. Në vijim të hetimeve për veprën penale shpërdorimi I detyrës, është shpallur në kërkim shtetasi EM me detyrë përgjegjësi OSHS për zonën e Peqinit, I dyshuar për përfshirje në këtë aktivitet. Gjatë operacionit janë sekuestruar bimët narkotike, si dhe një sasi e konsiderueshme pajisjesh elektrike, përfshirë llamba, neon dhe sisteme të tjera që shërbenin për kultivimin në kushte të kontrolluara. Policia bën me dije se vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim, si dhe për identifikimin dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Operacioni Kurtaj vetet në zhvillim, ndërsa grupi hetimor në ndërtimin e Prokurorisë së Elbasanit po punon për zbardhjen e plotë të rrjetit dhe dokumentimin ligjor të kësaj çështjeje.